Hyrë në fuqi ky ligji për parkimin dysh? Po, ka hyrë. Kemi parë në një që... por nuk ka... Kemi parë në një... Ka hyrë se të votuar për zyrtare. Po që për Do ketë mua... burg vërtet? Po, për mua. Po. Para se të mirë, pra ne them unë këta po talli me kodin penal, kanë bërë kodin penal si qarqafa, andrime nga gjitha anë dhe kanë dhirë një pacavure që s'po merret vesh se çfarë po bëjnë me kodin penal. Plastik pantallona, si e kanë bërë për ty? Si e kanë bërë për ty? Jepi epitet për kodin. Si prezervativi përdorur. Kodi penal, Kodi penal në Republikën e Shqipërisë sot kemi kodin më të mirë që kemi lënë çdo gjë ndor policit. Po, më po. Pra unë mendoj. Shtet policor pra. Si nuk më besoni tani si shtet policor? Por të besoj. Të marrim polici kodin penal. Roland, të lutem, jep pak epitetin për kodin, se e dhanë gjithë në një epitet. Epiteti për kodin? Po, s'po më vjen ndonjë epitet specifik. Po them që kemi një kod kurve. A e doni tani nga menjëve tani e doni këtu tani. Po gjobë do ashtu tani çfarë të them tani. Po gjobë çfarë bëu ti Të lutem, Do thonë ke diskriminuar kodin, e kupton? Le tani, po çfarë diskrimino kodin? Po çfarë kodi ke? Kodin e ke, vëlla, vrima. Çorap. Të qendisur në 20 nene këtu dhe kanë ndryshuar dhe fjalët. Unë se kuptoj çfarë ku ndryshon paniku nga frika e tepërt. Ti je zhbër një makiazh, qëllimi për të zënë rrugën, nga qëllimi për ta lënë makinën të pushoj. Se di këtu. Pra, nëse një polic shikon një makinë, shikon një makinë të parkuar dysh dhe shkon atje, cili është qëllimi jot? Çfarëdo që ti thosh, po të desh ai me zemër të mirë dhe je i partisë në pushtet, do të thotë që ti e ke pushtuar tokën, ke zënë rrugën, ke zënë këtë, ke zënë atë. Për kjo është gjithë historia. Okej. Ti këtë përkufizim kishe? Po goca. Çfarë përkufizim këtë? Si ka ardhur akoma. Parkimi dysh, Parkimi dysh. parkimi tresh. E pse i thon dysh dhe pse i thon tresh? Pse nuk merren me thelbin që gjithë parkimet në anës pallateve dhe anës rrugës janë bllokuar nga kompanitë e taksive. Kompanitë e taksive janë shumuar dhe janë shtuar si punë e kërpudhave. Kompanitë e taksive janë të gjitha kompani që pastrojnë para e pistë. Dhe mua si rezident e pallati që kam të drejtën ligjore të parkoj makinën tek pranë pallatit tim, janë të tëra të bllokuara nga taksit dhe janë të bllokuar nga këto bateritë, nga këto qendrat e karikimit. Po e kam, po jam rezident e pallatit. Është një departament brenda bashkisë që është për kontrollimin e territorit dhe ti si rezident e bashkie me ligj e ke të parkosh në radhë të parë jam unë prioritare, unë që jam rezident e pallati, pastaj të vinë, jo të më vinë taksit mua, më çdo cep të pallatit ma kanë zënë shoqëritë e taksive. Po, edhe ka ndonjë. Këtë çështjen e parkimit, patjetër. Jo në çdo rast të parkimeve të tilla do të ketë dënim, se dhe këtë ne Po ja pra ai po thotë që cakton polici. E ka ta kalon evazive, interpreton polici si ti po qefi